Këtë të martë prokurorët e SPAK-ut, të cilët do të monitorojnë krime zgjedhore, kanë zbarkuar në qarqe të ndryshme të vendit. Ata shoqërohen edhe nga grupe oficerësh të BKH-s, pas informacioneve të mbledhura të monitorimit, po kryen veprime të shpejta hetimore, jo thjesht vetëm për të ndaluar dhe akuzuar persona që përfshihen në krime zgjedhore, por edhe për t'i parandaluar ato. Është disa të herë që oficerët e BKH-s dhe prokurorët e SPAK-ut, sipas qarqeve që ata kanë ndarë, shkojnë në zona të ndryshme të Shqipërisë për të mbledhur informacion në lidhje me zgjedhjet dhe krimet elektorale. Prokuroria e posaçme miratoi një plan masash në kuadër të hetimit dhe parandalimit të krimeve zgjedhore. Këto masa u lëshuan me urdhër të drejtuesit të prokurorisë në datën 24 janar, bazuar në legjislacionin penal dhe procedural në fuqi. Grupet hetimore në terren do të fokusohen në parandalimin dhe hetimin e veprave penale që lidhen me përdorimin e administratës publike, infrastrukturës shtetërore dhe përfshirjen e grupeve kriminale në procesin zgjedhor. Veprat penale në kuadër të krimeve zgjedhore në jurisdiksionin e prokurorisë së posaçme janë korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje, çdo vepër e kryer nga grupi strukturuar kriminal, organizata apo banda, dhe çdo vepër penale në kuadër të krimit zgjedhor e kryer nga zyrtar të lartë publik.